Policia e Shkodrës ka zbardhur autorsinë dhe rrethonat e një ngjarjeje të ndodhur pas ditën e së hënës në lagjen Guerile, ku gjatë ndjekjes së një automjeti janë kanosur me armë zjarri punonjës të policisë. U arrestuan në flagrancë shtetasit EB, 43 vjeç dhe një 17 vjeçar, të dy banues në lagjen Guerile. Ndërkohë, është shpallur në kërkim Barush alias Bajram Bregu, 40 vjeç, po nga kjo lagje, person me precedent penal për armëmbajtje pa leje, prodhim dhe shitje narkotikësh si dhe vjedhje. Ky i fundit është shpallur në kërkim pas vrasjes së dy fisht të ndodhur në Shkodër më 8 shtator të 2025-s, i dyshuar si personi që i siguroi armën autorit. Ai njihet si një nga njerëzit kryesor të vrasjeve për llogari të grupit të Ibrahim Liçit. Sipas policisë, rreth orës 15:10 të së hënës, gjatë patrullimit në zonë, efektivët i kanë bërë shenjë ndalimi një automjeti që rezultoi se drejtohej nga 43 vjeçari, ndërsa në të ndodheshin edhe 17 vjeçari dhe 40 vjeçari i shpallur në kërkim. Drejtuesi i mjetit nuk i është bindur urdhrit të policisë dhe ka shtuar shpejtësinë duke kryer manovra të rrezikshme në rrugë. Për këtë arsye, shërbimet e policisë janë vënë në ndjekje automjetit. Gjatë ndjekjes, dyshohet se Bregu ka zbritur nga mjeti dhe gjatë largimit ka qelluar me pistolet në ajër me qëllim kanosjen e punonjësve të policisë. Forcat e rendit gjetën dhe sekuestruan armën e zjarrit tip pistolet me municion, e dyshuar si e përdorur në këtë ngjarje, si dhe automjetin tip Volkswagen Seat me të cilin lëviznin këta shtetas. Policia bën me dije se vijon puna për kapjen e 40 vjeçarit të shpallur në kërkim.